Selamu alaikum. Aleikum selam. Besoj keni pas gjithë. Edhe mu m'jap selam apo vetëm aty? Okej, zoti tash problem. Jap selam gjithë valla. Ti ke Faleminderit. obligim me fytyrë. Mashallah. Mashallah. Sot ka qenë natë speciale, falem te këtu ke namazjaja. Shumë njerëz, mashallah. Mashallah. Plot me të ri. Sodi pas pranë, inshallah. Mashallah, ai ku shef gjitha të rini. Edhe Instagram kemi hy, po avash tani doli 1250 vjet jemi në Instagram. 1250 vjet. Kurse në Facebook ta kam kalu se radhë jam 115. Mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. Zoti i begatov gjithë. Ndoshta kemi pas në ishej natës kadrit sot apo? Ja ti pyesim me Selam aleikum thot nga Berlini, agjerim Pletët pranuar. Selam aleikum nga Bergamo. Ju rujt i madhi Zot thot. Amin edhe juve të gjithëve. Amin edhe juve të gjithëve. Alhamdulillah. Selam aleikum nga Norvegjia. Mashallah. Jo, ma shqyr Zotit. Kemi vëllezër e motra. Të falti madhi Zot djalo. Po. Mashallah. Amin të lumë goja. Tani gjatë kohës para se Gëzimi ziri, të rujt Zoti Elvis, amin, na rujt Zoti vëlla gjithëve, se s'ka gjë më të mirë. Faleminderit e Zoti ju begatoft që na kujtoni me lutje. Anjeza thot Zoti të ruajt Elvis, shqiptaria është me fat që të ka. Mashallah, dhe amin. Unë jam me fat që jam shqiptar. Alhamdulillah. Ja, vëllezërit e motrat, a ki nxehtë sot o vëlla? Ha. Po, kujdesi. Ky që kam këtu ma kalon pak nxehtë. Kur fillon nxehet tema, inshallah s'po nxehem më shumë se ç'duhet, po dje ishte ftohtë vëlla. Me pa në fund fare do bëjmë një gjë. Kur të vi fundi do t'ja tregoj mirë vëllezër motrave sa modeste është kjo ku jemi ne këtu. Vendi. Dikush thot selam aleikum, para se të filloni du t'ju fus mik te Bilal Teqja që të më vinë intervistë. Nuk e di, fol vetë me Bilalin. Selam aleikum nga Elbasani thot. Selam thot nga Breshja. Selam nga Londra, selam nga Zvicra. Mashallah. Për Zotin e mod. Allahu ju nderoj sot një natë e qetë. Natë kadri, Allahu ju nderoft. Pra jepi ide që mund të ketë qenë sot, nata e kadrit. Nga Ceriku, vëlla, selam aleikum. Selam nga Elbasani. Selam nga Prishtina, Arbërisha, Bielefeld. Nga është Gjermani. Bielefeld. Inshallah, zoti i begatov. Selam thot nga Prizreni. Aman ato të Prizrenit na tregoni çik si është situata me agjerimin atje. Mashallah, besoj shumë mirë duhet jetë. Nga Firenze. Selam aleikum. Thot Arton Halimi, selam aleikum për ju vëllezër na kënaqet në podcast sepse pa ju thot s'ka hieshi Ramazani. Inshallah. Jo, më thon drejtën, ne këtë kemi pasi qëllim, Zoti e di në sinqeritetin. Qëllimi ka qenë që ky agjerim mos kthehet s'po ushqen, s'po pi, po ç'a ushqimi shpirtëror more. A di ç'a ndodhi gjë e bukur vëlla? Nuk po hym tem, po thjesht po më thuaj. Jo, unë e di që ty të ngacmoj me këtë të tashu. Vetëm doja të dija nga njerëzit që na dëgjojnë. Kush e kanë ndjek dje se historia Musait ka qenë dhe njerëzit kush na kanë ndjek e mamen, domethënë që mu desh gati një 2-3 minuta herë të mbyllsha veten kur e ke mbyll, se edhe e mbyll kështu direkt e brap, edhe kërkojsh fjalë nga unë meka për vetes, flit ç'dot. Ku e la Elvisi historinë e Musait? Në komente vetëm na shkruani te cila pjesë ka lënë historinë e Musait, kush e ka ndjek kuptohet, dhe pjesa tjetër para se të ashtu kjo është nga historitë më të bukura. Kush e ato të pjesa tjetër domethënë që do ta ndjekin, do i bëjmë pak një hyrje të lehtë. Po i pyetje po jo për përgjigje, për ta bosi pse njerëzit kënaqen me podcastin. Pse Zoti thot për Ramazan, për agjerim mos hani dhe mos pini. Do ta them sekretin më. Njeriu nga çfarë është krijuar? Nga trupi që vjen nga toka. Nga toka vjen ushqimi, pija, pasionet, ndryshimet. Dhe shpirti vjen nga qielli. Njeriu më i ekuilibruar vëlla kush është?
ai I cili e mbush edhe shpirtin me vepra të mira, po I jep hakun edhe trupit. Është kështu? Në Ramazan I madhi Zot, I qofshim atij fal, ka dëshiruar që shpirti të marrë prioritetin. Largimi në agjirim ndaj ushqimit, pijet edhe pasionit, çfarë është? Është minimizimi I trupit. Çfarë është podcasti? Agjërimi gjatë ditës, ndarkët teravit që janë plus, janë për ta ushqyer sa më shumë shpirtin njerëzor. Dhe ti fillon I jep prioritet asaj që ka ardhur nga qielli në krahasim me atë që ka ardhur nga toka. Për këtë arsye, gjithmonë njerëzit mund ta kenë gjithë botën, pse themin e miliarder me qenë, nëse se ushqesh shpirtin që ka ardhur nga qielli, mbetesh gjithmonë I dëshpëruar e nuk je as I rikëzuar. Pse? Ke plotsu vetëm gjysmën e jetës tënde. Prandaj këto tema janë shpirtërore dhe këto lidhen me shpirtin, prandaj njeriu ndihet mirë, ndihet I qetë. Domethënë I kalojnë 10 minuta si 2 minuta. Pse? Se shpirti kalon në dimensionin që I takon asaj. Kjo është ndërthurja e tokës me qiellin, shpirti me trupin. Prandaj këtë kemi pas si qëllim që në fillim, vëlla, inshallah Zoti na e ka pranuar neve. Dikush thot kur Musa I pa dritën pas zjarrit. Është çik pak mbrapa. Ja, dikush thot për gjarprin, okay, do të thënë I rrin kur Zoti I foli I madhërisëm, I foli në rrugës për në Egjipt. Këtu kemi qenë, vëlla. Po. Dikush tjetër thot kur Shkopi u bë gjarpër. Edhe gjitha këto kanë qenë pjesë e ligjërimit, besoj, fundit të temës. Nuk e di në Facebook a ke në sqarim. Po. Tek momenti I gjarprit janë shumica, domethënë, si duket masa e kanë edhe. Po tani më duket edhe mund kujtohet ky gjarpi, kemi pas jemi në një detaj tjetër ti që kemi qenë. Kjo ishte pak a shumë apo jo? Aty kemi qenë në momentin, domethënë, sidomos ajo pjesa sidomos ajo pjesa ndalte. Ndal nuk I dërguarit nuk ikin prej meje. Allah. Sepse aty Musa kaloi, domethënë, këtë që po thoshim, nga shpirtërorja kaloi ke prap njerëzorja. Ultra. Ndal. Sepse të dërguarit në prezencën time nuk friksohen. La ilaha illallah. Pra, po që se kjo është për gjithëlla, nuk është vetëm për Musain. Po ishte mbrojtjen e Zotit, asnjëherë nuk duhet të kesh frikë. Pyet një Albion Latifi, se dal nga dal neve bëjmë këtë si nxemje, mund të për me që edhe njerëzit të afrohen gjatë kësaj kohe. Thota ka pasur Musai, thot vështirësi në të folur. Më shumë, do të ka disa komente, mirë është kjo. Po, shumë mirë është, se është dhe pjesë e temës sotme, po e quajmë para përgatitje të historisë. Po themi si nxemje. Disa thonë që ka pas pak marrje goje. Por një pjesë e madhe nuk e pranojnë, vëlla. Nuk e pranojnë për faktin se pejgamberët kanë qenë plotësuar. Kurse një pjesë tjetër thotë nga që jetoi 10 vjet në Medjen, ke parasysh kur flet një gjuhë tjetër, fillon pak nga pak e humb atë që ti e ke origjinalen. Dhe një nga qëllimet që tham, më jep Harunin ta kem si pejgamber me mua, sepse ai është më orator, sepse I ka vazhduar të jetojë në Egjipt dhe gjuha sa I ka ardhur I është përsos. Kjo është më afër logjikës së teksteve të përgjithshme. Që Musa alayhis salam nga që jetoi 10 vjet ndodh me të gjithë, shkojnë nga shtetit për shkakun rrin ca vite. I ke pa që I ngatrojnë fjalët, herë flasin gjuhën që ishin duke fol tani, herë gjuhën e nënës. Gjuha mbahet mend, po themi ti fol që faraonit, s'mund të gabojsh tu I fol 10 gjuhë në të njëjtën kohë. Dhe për këtë arsye e desh Harunin që ta kishte suport. Edhe ishte orator I madh Haruni, po ishte edhe shumë I butë edhe I sjellshëm dhe I mirë, se Musa ishte I drejtë për drejtë, dhe plotsonin atë binomin e mrekullueshëm. Dhe unë jam me mendimin e dytë, vëlla, që Musa nuk kishte marrje goje, po Musa nga që qëndroi 10 vjet atë, edhe mundet që në I fjalë ta thoshte në të dy gjuhët. Kjo është më afër asaj që ka të bëjë me pejgamberët e Allahut. Saktë. Kemi shkuar, thot dikush, thot, lutem vëlla, thot vazhdo se ikin minutat. Jo, normal, po do të duke vazhduar jemi. Jo, duke vazhduar, po ka dhe diçka që të presim dhe në momentin që të ashtu se ne filluam 10 minuta më shpejt. Kësile do të thonë ne kështu do jemi. Do që ta dinë vëllezërit dhe motrat, ne do jemi gjithmonë në kohën që mbyllet syfyri. Pra, në minutat që mbyllet syfyri, atëherë edhe ne fillojmë ligjërimin. Thot dikush, thot kur filloi moderatori të qajt, vajt me det, domethënë nga mencionet, me thon drejtën. Se
Domethënë nuk e di, akoma nuk arrit ta kuptoj se si mund të përçohet, por për Zotin e madh unë jam komplet kur fillon historia, fikem edhe vetëm dëgjoj, dhe vetëm kështu herë tjetër kur ta bësh atë mbarimin e historisë, mos e bë për herë dhe më jep fjalën mua. Dakor. Unë jam do të jap fjalën vëllezër e motrave atë. Po fikse, unë jam akoma te pema të Musa isha jutun komplet tash, o Zoti, mund çat të them tani në këtë moment, brava. Tamam. Por unë them hym, sepse është ora e 32. E shef si ikën valla minutat? Dashje pa dashje. Atëherë jemi tek momenti i rrugës nga Musai që po vinte pas të drejt Egjiptit. Pas zjarrim foli me të madhin Zot. Fillim foli Zoti i gjithësisë. Musai kaloi në dimensione të tjera, pra nga kënaqësia, nga lumturia. Pastaj e futi Zoti i gjithësisë edhe Musai në bisedë, duke i thënë çfarë është në djathën tënde. Ti e shikon që këtu kuptohet madhështia e Zotit. Po ta shohësh si pyetje, thonë po mirë, për shkopin e pyeti, aq kështu? Zoti i gjithësisë, po se Zoti i madh, i qofshim atij fal, si tham ne, Zot më lëvletsu asnjë njeri. A kemi thënë këtë që është bazë e edukatës islame? Mos në vletso asnjë që edhe ty mund duket se ka i ka art të madh, qofse do Zoti atë e bë mbret. Tani kur kemi thonë mos në vletso njerëzit, dalim me një konkluzion tjetër sot. Kur bëhet fjalë që është Zoti i gjithësisë, mos e nënvlerëso shkopin. Po, se ne do të shohim në çdo pjesë që ky shkop që është i gjithë shkopat e tjerë në tokë, ky vëlla rrëzoi botën. Vetëm me këtë, s'kishte Musa mo. Po ta shikosh, do dalim ne aty, ky shkop mbaroi punë, faraoni, qytetërimi, çdo gjë. Pra, që do të thotë, kur një shkop u bë kaq i famshëm, sepse Zoti i gjithësisë e përmendi, imagjino neve që jemi besimtar. Me na afru Zoti, edhe me na fut mëshirën e tij dhe me na përmend për mirë. Allah nuk dihet mirësitë dhe begatit. E treta ishte që Zoti i dha mesazhin. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Shko ke Firauni, ke faraoni, sepse ai e ka tepruar. Tagha, di çka kuptimi ka? Se ka, për shkak nuk i tha ka bë mohim. Kjo është në jetë të tjera, kurse ke sura Taha i thot e ka tepru të bë krime ndaj njerëzve. Te Zoti e urren. Pra nuk i tha s'ka besuar në madhështinë time, se kjo ishte çështje e ditur, se ai thoshte jam Zot. Aty ku e ka tepru dhe ka kalu vizën e kuqe, është padrejtësia që ka bën ndaj krijesave të mia. Këtë duhet i thosh të parën. Dhe pastaj tregoi Zotin të më ketë frikë mua, ai ka ardhur koha që të pastrohesh, siç është në surën Naziat, hel ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Të erdhi ty informacioni i Musas kur i foli Zotin në luginën e bekuar tua. E i tha faraoni, hel laka ila an tazakka. Ka koha që të pastrohesh, ka koha Zotit të friksohesh. E merr apo do vim ne aty. Kur i tha që do të shkosh ke faraoni, këtu e kuptoi Musai. Shumë njerëz më kanë thënë Zoti tash përbleft, sepse nuk e kishin informacionin që Musa ishte rrit me mendimin që i ditë Allahu do ta zgjidhte pejgamber. A e tham ne për nënën? Wa ja'iluhu min al-mursalin. Do ta kthej, tha mos u mërzit. Hidhe në lumin Nil, se unë do ta kthej ty atë dhe e ktheu se Musa i spinte qumësh masi nën tjetër, masi grua tjetër. Dhe përveç kësaj i dha si ariqin do ta bëj nga dërguarit dhe ajo sa herë takonte e rriste me mendimin ti je i dërguar i Zotit. I vetëm i gjë se kishte parashikuar Musai që po i flet Allahu drejt për drejt. Kjo ishte që kishte kaluar çdo kufi. Pra edhe ai e kishte mbajtur gjithmonë veten me idenë që unë jam i dërguar. Prandaj ishte ai që kujdesshëm, emrin e Zotit e kishte në gojën e tij e me radhë. Kur i tha do të shkosh ke faraoni, kjo ishte amanet i madh. Kjo ishte frikë e madhe. Tani po flitshim për të parën e botës. Musa e dinte mirë se ç'bëhet ke faraoni, autoritetin që ka ai si kishte jetuar aty. Është kështu apo jo? Ne rrugës tani kur tregojmë këtë pjesë do kuptojmë dhe urtësi pse Zoti e çoi në pallatin e faraonit. Asgjë dhe ne do të nxjerrim që jeta është mozaik. Asnjë gjë nuk ka lidhje rastisht, çdo gjë është në planin e madh hyjnor. Pse Asja nuk bën të fëmijë? Se do i çonte Zoti Musain ta bënte si fëmijën e vet. Dhe duke mos pas fëmijë, duke pa një fëmijë që e gjeti si dhuratë, duke e dashur shumë, u rriste Musai në pallatin e faraonit. Çdo gjë dhe neve të gjithë ato vëllezër motra që na dëgjojmë, po ti bëjmë analizë jetës tonë, do nxjerrim perla urtësi pafund. Na u kanë duk gjëra shumë të mira, jemi turpëruar prej tyre.
ka pas gjëra që na janë duk që pse s'po funksionojnë nga ajo kemi pas suksesin më të madh. E gjithë jeta është ekuacion hyjnor që e vendosi Madhi Zot për njeriu. Idhhab ila Fir'aun, domethënë i dha dy argumentet, e hodhi dhe u bë gjarpër, pastaj e nxori dorën që ishte si drita e diellit, tha me këto dy argumente do shkosh ke Faraoni. Musa ishte i kthjellët se të folësh me Zot në gjithësisë, ka brenda dimensionet nga më të frikshme, nga më të bukrat, nga më emocionalet. Bëni një dua Allah. Në sy të Zotit gjithësisë i ngreti duart. Tha Allahumma shrah li sadri. O Zot, ma zgjero kraharorin, pra mos më lën emocion, se Faraonit nuk mund t'i folë, domethënë, ky i kishte fol Faraonit, po jo duke i dhënë mend. Ky i kishte fol Faraonit, po jo duke i thonë ti si je Zot. Kishte fol me Faraonin se ishte rrit aty, po jo duke i thonë ti si askushi. Pra po shkote tani, dhe kjo dote zemër të madhe. Kjo s'dote emocion. Por Faraoni pushtetin që kishte tip të emocion. Tha Allahumma shrah li sadri. Ma zgjero kraharorin tim, wa yassir li amri. Ai ditë vështirësitë që ka atje, ushtria, policia, ministrat, gjithë u rreshin. Tha ma lehtësot çështjen time. Wahlul uqdatan min lisani, ma bora të rinë nivelit lart. Yafqahu qawli, dhe ma bë fjalën time të kuptueshme. Unë një gjë kam bë valla kur jam i vogël. E lexova këtë që atëherë shqip, i vogël. Ja kam bë Zotit me vite. Për Zotit shqip. O Zot, ma zgjero kraharorin, o Zot, ma bë fjalën të kuptueshme. O Zot, më bën që të kem një oratori të saktuar. O Zot, mi lehtëso çështjet kur bëj thirrje në rrugën tënde. Dhe e kam mësu herët shumë këtë lutje dhe e kam pas bëu atëherë shqip. Po flas kam qenë shumë i vogël. Tani, Musa alayhis salam ju lut Zotit për këtë. E dyta ju lut dhe për gjë tjetër. Zot tha, më jep forcë, më ndihmo duke ma bë Harunin krahun tim të më ndihmoj mua të jetë profet që të madhërojmë ty dhe të lartësojmë ty sa më shumë. Allahu direkt. Qad uti'ta su'laka ya Musa. Çfarë rëndite që u lutet gjithat i plotësova. Wa laqad mananna alayka marratan ukhra. Dhe unë tha po të begatoj ty duke ti pranuar prap lutjet përsëri ashtu siç të fola, tani po të pranoj dhe gjitha lutjet që ti i kërkon. Mbasi shkon takon Harunin dhe në kohën që ja ka pranuar Xhebraili i ka shku Harunit atje. E ka përgëzuar si pejgamber. Pra ja ka tregu, ti je pejgamber sepse Musa është bë pejgamber para teje dhe është lut për ty. Ja ka shpjeguar dhe kur janë taku ka qenë i qartë Haruni. Po, si tha nënës vet, do ta bëj Musan të dërguar, po jo për Harunin. Haruni ishte në planin e Zotit, po akoma nuk ishte zbulu. Kur u lut, u bë dhe ai që ishte, thonë gjëja më e mirë që ka bën tok një vëlla për një vëlla, një njeri për një njeri është ai që ka bën Musai për Harunin që u lut me u bë pejgamber. Ja, sa rëndësi ka lutja. Lutja dhe këto janë lutje pastaj se do të jesh pejgamber të lutesh për këto gjëra, po Zoti i ja bëri marr. Kur e takon Harunin, akoma ishin në fazën fillestare. Dhe di që ai kanë thonë vëlla. Se tani do shkojshin ke Faraoni. Qalu rabbana innana nakhaf. Prap. I kishte fol Zoti. Domethënë njeriu mos u çudit vëlla. Ne bëjmë tani sikur po e shohim Musain, po nuk është kështu, se ne vazhdojmë jetën na tërheq toka. Domethënë, po ta shohësh historinë e gjithë pejgamberëve, shef gjëra hyjnore, domethënë që Zoti ja jep ngritje shpirtërore, po edhe i shef dhe njerëz. Në të njëjtën kohë ashtu është. Toka të tërheq, se origjina e trupit është toka dhe i ka gjitha elementet brenda, me pasionin, me ndryshimin e me radhë. Dhe prap masi ishte fol Musai me të madhin Zot i qofshim atij fal. Dhe Harunit i kishte shkuar Xhebrail Emini, qala rabbana inna nakhafu. Ne kemi frikë e jafratu alejna au yadgha. Kemi frikë se do ta kaloj masën me ne ose do të na bëj padrejti, pra do të na vrasi, do të na purgosi. Allahu i qofshim fal. Sulmjuesi suprem nuk mërzitet me robën e vet. Pas faj, po jo se në historia Faraonit është frikshme. E frikshme dhe ke parasysh nuk e logjikonin ato se çfarë po ndodh në thellësinë e vet. Dhe Zoti i thot qala la takhafa. Tha mos u friksoni, inneni ma'akuma asma'u ara. Tha unë jam me ju, dëgjoj dhe shikoj. Thot nisuni, shive mësimet tani, nisuni për ta këshilluar Faraonin, wala taniya an dhikri. Mos u shkëpusni as i çast nga përmendja ime. Kushti. A doni gjithë faraonët
ti hidhni në koshin e historisë së dobët, po, përmende Zotin çdo kohë. Wala tenya an dhikri. Mos undani asnjëherë duke përmend. Dhe ato çfarë bënin? Bisedon me njëri tjetrin për Zotin. Subhanallahu, elhamdulillah, Zoti është i madh, Zot më fal. Ishin gjithmonë të lidh me Zotin e madh. E para. E dyta, faqula lahu qawlan layna. E përmendëm dje, si veç mësimesh. Kur të shkoni ke faraoni, mos i thoni atij mor kriminal që ke vrarë fëmijë, mor zullumqar që nuk të mbarojnë gjinafet. Edhe mund t'ia thoshin me drejt. Jo. Sepse Zoti nëpërmjet këtij ajeti mësoi si duhet thrasim ne njerëzit në fe. Kur shkoi profeti alayhis salam që shliroi Mekën, si i tha? O zullumqar që keni 20 e ca vjet që vetëm keq më keni. Jo, nuk i tha ashtu valla. E i tha atë që i tha Jusufi vëllezërve të vet, la të thriba aleikum uljon, mos u mërzini, s'ka qortim fare për ju sot. Ju fal Zoti, ai është më, ai është më mëshirues si mëshiruesve. Se tani o valla, po flasim për Islam, po të muslimanë nga më ndryshme të çuditshëm. Ne po flasim historitë e pejgamberëve, mësime hynore të Zotit. Ke muslimanë valla që janë shumë të thartë në të folur. Valla ke muslimanë që përpesë like më shumë shan gjithë dynjon valla se e ke parasysh është të mëshme çanot. Subhanallahu. Kur ne e dim që njeriu më të keq që ishte faraoni, nga njeriu më i mirë i asaj kohe, i tha foli fjalë buta. Pse? Se edhe e tregon pse. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Në mënyrë që ai të përkuj. Se po i folet tjetrit keq. Plus kur o zullumqar, nuk të pranon asnjëherë. Ke i njeri të mirë, më i fol keq, ta merr për të keq. Po një që nuk kishte një gjuna emër të madhin Zot. Babai vet kishte bosi Zot, faraoni që ishte përpara. Valla ishte i mykur mendërisht nga ky aspekt. Ato thoshin jemi ne Zoti, hasha lillah. Dhe i tha në mënyrë që të përkujtoj faraoni po i folët but, në mënyrë që të m'ket frikë mua. Tani faraoni mendonti se kush do të me shku e takote mirë se erdhe, a ditë bela e madhe ishte me taku faraoni, s'kishe shanse. A mund të takojsh e parën e botës që thotë jam Zoti? A ku kthehemi ke urtësia pse u rrit Musai? Pse u rrit Musai? Në shtëpi. Po duhet ta njifte pra që ta takote ta priste. Dhe shkon Musai dhe Haruni ke dyert e pallatit mbretëror të faraonit. Dinasti shumë vjeçare. Çfarë i thoi faraonit? Ishte mbledhjen e madhe, kompetent i madh, po ai ditë ka derin e të madhit Zot. La ishte në kulmin e kulmeve. Nga faraonit ishte më i fuqishmi se kishte probleme thonë unë jam Zot dhe njerëzit thoshin po Zot je. Tani ishte mirë hati vlla. Ishte me i qetësi, ishte me i kapadollok, me i mendje madhësi, gjithë gjithë në ruku, gjithë sejdë, kur u fusta në sallën e madhe të mbledhjeve, gjithë bishin sejdë për faraonin. Dhe Zoti kishte vendosur me aprish atin vlla. E po të futi Zoti në rreze, asnjë zbajër më. Hasha lillah. A di çfarë thot Kurani? O me yahlil alayhi ghadabi faqat hawa. Tha kush e kap, cilin e kap hidhrimi im është katru përfundimisht. Le të kapi çdo hidhrim tjetër, kalon. Po të kapi hidhrimit madhit Zot nuk shpëton. Faraonin ishte to e kap hidhrimit madhit Zot. I thojnë ka ardh Musai. Gjithu hidhrun përveç njërës. Kush është vëlla? Vetëm Asja. Nëna, jo biologjike, por nëna që e deshi aq shumë. Ma 10 vjetësh, nuk e dishin ku ka qenë. Dhe faraoni e pranoi vetëm se edhe për kureshtje. Ku humbi ky? Ky që bonte si i fare njeriu këtu në pallatin tim. Dënimin e kishte kalu. Boni edhe atë që boni, dhe tani pas ka ardh, futeni brenda. Vëllai ishte mbledhje madhe, s'kishte lidhje Musa më të mbledhje, vetëm nga që ishte rrit aty. Edhe çat shoi vëlla, shef i gjigant madh, se Musa ka pasi gjalla, ka qenë shumë i madh në trup. Shumë i gjerë, i gjatë, i fuqishëm, dhe e shef me shkop. Musa para, Haruni mrapa. Pa dyshim ka menu si që ka sa ju ky, kuptohet. Se o vlla kulmi, luksit. Pari. Qa bon ky? Kuptohet, unë e majta dhe këtu këtë shkretin. S'pas ka bo hajër me shku për para. I ishte kelim Allah tani. Ishte që i kishte fol Allahu vetë. Dhe i thot, gjithë ministrat, gjithë shkencëtarët, gjithë dietarët ishin gjithë aty më. Me në vletësim, për çka ka ardhur? Çfarë ku ishe? Kur çat një gjoj vëlla. Inni rasulun min rabbil alamin.
Po drejt vlla, si ishte Musa, pa e kujvok fare, i drejt për drejt. Tha, unë jam i dërguar tashmë i Zotit gjithësisë. Edhe ngeli faraoni. Pa dhe Harunin. Edhe me ironi tha, "Femen rabbukuma ya Musa." Se fjala parë ishte Zoti i gjithësisë, se kupton tani të hy pak më se shumë i zgjut ka qenë, në shejton llikun e vet. Tha, "Kush është Zoti juaj o Musa?" Domethënë çfarë po thuzë, ti e di që un jam Zoti. Ti e rrit këtu. Musa në mënyrë ekzemplar folesh me Zotin, vëllat punot druri me dimensione të tjera. Tha, "Alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada." Tha, Zoti është ai që çdo gjë i dha krijim dhe pastaj i dha udhëzim, nuk i krijoi kot. Pra, pari që këtu kishte ndryshuar çështja vëlla. Po është një perë në përkufizim, ai I cili I dha çdo gjë e krijim dhe pastaj u udhëzoi, nuk e krijoi kot. Dhe çdo gjë në univers që zbulohet është e krijuar dhe ka një qëllim, asgjë s'ka kot. Deri ke detajet më të vogla ke atomi, deri ke makrot e mëdha. Sot vëllai që ka zbuluar shkenca, këtë ja tha Musa I para mijëra vjetësh faraonin. Kush qen ka ky Zot tha atëherë? Musa, Zoti I qejve dhe I tokës dhe shka ka ndërmjet tyre, nëse doni të bindeni. Kishte ardhi njeri vëlla ja kishte prishur atin se ai thoshte unë dhe s'ka tjetër dhe besojshin njerëzit për Zot ky e sfidoi aty ku nuk e priste. Ja prishi atin e shkatroi e ngarkoi në mënyrë psikologjike sa nga minutin, nga sekondin, po shkatrohej nga nervat sepse ka dhe I problem vëlla që ne duhet ta kemi kujdes gjithë. Ruju një kohë që ke pas qetësi dhe stabilitet se ta prish dikush dhe robi reagon shumë keq, se nuk është mësuar me sprova. Kështu reagoi faraoni. Nga që çdo gjë kishte nuk mund t'i folte I faraoni. Jo kështu, po nuk guxonte se ishte kriminal të vriste në vend. Pra edhe pushteti ishte shumë I madh, po edhe diktatura ishte nivele shumë të frikshme. Edhe si ironik që ka qenë. Shifte nga paria, shifte nga dietarët edhe po I vite shumë keq që I dha mundësi Musës flasin sy tyre njerëzve. Tha, a e shikoni çfarë flet ky? Po Musa shumë I drejt për drejt. But, po fjalët I kishte, tha Zoti I lindjes dhe I perëndimit dhe shka ka ndërmjet tyre nëse logjikoni. Pra I para I thotë nëse doni të bindeni edhe s'bindeni me universin, për mu keni ngel në klasë, e para. E dyta I nxori të palogjikshëm. Zoti I lindjes dhe I perëndimit dhe shka ka ndërmjet tyre nëse nuk logjikoni. Nxori lart fare. E ngreti në nivele jo I sisi. Për shembull, bo me ti bisedë me një dhe I thu yjet, planetet, kodrat, malet, detet, oqeanet, atomet, protonet, elektronet, vrimat e zeza, atomet e hidrogenit, të heliumit, yjet pulsar, si u krijun yjet, pastaj se si ishte forca gravitetit, forcat elektromagnetike, forca e madhe bërthamore, forca e dobët. Ti I thot gjitha këto I thot, po I sisi. Po I kalla se s'kemi nerva, mos ma ul nivele. A do flasim për të madhin Zot apo për çfarë do flasim? Faraoni synonte me ul, Musa vetëm e ngrente nivelin. Po, ky ka qenë. Dhe I thot Zoti juaj. Shive tani. Zoti juaj dhe I prindërve tuaj të mëparshëm. Nëse jeni nga ato njerëz që arsyetoni. Allah. Shive, edhe shumë ajetën Kur'an thonë, a nuk logjikoni, a nuk mendoni, a nuk perceptoni? A nuk jeni të zotët e mendjes, ose për këtë ka argumente për zotët e mendjes, për këtë ka argumente për njerëzit që logjikojnë, për njerëzit e mendjes ka argumente që plotsojnë. Pra, atë që është I mbush Kurani, atë I foli Musai. Domethënë o faraon, sa nuk e artin këtë botë I pari. Kanë qenë prindrit e juaj, kanë qenë ka fillu njerëzimi, nuk e as se fillova as se mbyllet ti. Ti përkohë. Di çfarë I thot? Shive. E ktheu ke Isisi. Ke Isisi atëherë, jo ke Isisi sot. Tha, fema balul qurunil ula. Kur I tha Zoti I prindërve tuaj dhe Zoti juaj dhe I prindërve tuaj të mëparshëm, tha, po ma ato si është puna. Desh me e fut në grack, që të fillote Musa ato janë në xhehenem, ato kështu, dhe ato njerëz që kishte filluar me I fitu asjen të parën edhe njerëzit me I fitu në dialog të bukur, me I hum për I fjalë. Për ne Zoti është qorsokak. Si është puna? Sa vjeç ishte Aishja? Po, vëlla çaj do fol më burr se o vëlla s'm ko për sqege, ne po flasim makron e madhe. Kuptoj herë universin, pastaj dalim ne. Se njerëzit bin viktim ke kjo. Jo, po ishte herë profeti diun, o vëlla lem, sa është hadith, ka koment, është I sakt, çka komenti ka, çka kanë thënë dietarët, ka libra me 20 volume që studiohen për hadithet e pejgamberit. E kupton ti bie o vëlla të flasi, a pranoj herë që ka Zot ky univers? Po, tani do ecim rrugës bashkë, sqarohemi. Kjo ishte edhe qëllimi. Halal. Bravo. Edhe kur I tha, për shive përgjigjen.
Tha fema balul qurunil ula. Tha më thuj ti atëherë për prindrit e mi edhe për çfarë ka kaluar nga perëndoria jon. Si është çështja e tyre? Tha ilmuha inda rabbi. Tha dituria për të është ke Zoti im. Zoti as nuk i humb gjërat, as nuk i harron. As ka përgjigje. Lejem dorë Zotit, nuk jemi ne për këtë, me vonë kush on xhenem, kush on xhenet. Ne këtu jemi me tërguj që ti si je Zoti, Zoti është Zoti i gjithësisë. But po ta them, po një realitet nuk e shmang dot. Këtë më ka urdhëruar me ta thon. Si thotë pejgamberi selam që kemi folë para ca podcastës, nëse s'do më kishte urdhëruar Zoti, s'do t'ju kisha shqetësuar unë me ju shpjegoj juve librin e shenjtë. A nuk kam jetuar me ju dhe s'ju kam shqetësuar asnjëherë, veç argumenti pastër logjik. Ktu ishte edhe Musai. Unë hika për jush, çdoun që u ktheva prap. Unë jetova 30 vjet me ju, s'ju shqetësova asnjëherë, vazhdova punën time. Ku u bona për 10 vjet, u bona filozof tani? Zoti më zgjodhi mua. Faraoni u mërzit shumë. Kur them shumë, nuk mund të imagjinohet se sa shumë u mërzit dhe ishte gati me dhënë urdhër vriteni ose direkt e burgoseni. E të shkota atje vetë, ta mbyste me durët e veta, se Allah nuk i kishte ndodhur ndonjëherë. Ju prish qetësia, rehatia, autoriteti, kush është njëri që më flet kështu. Dhe thot, o Musa, kështu i ka thonë, qofse ti vazhdon me këto që po thua, do të bëhesh nga të burgosurit. Me kërcënoj. Po, direkt. I fjalë du prit e Musa a.s. kishte folë me të madhin Zot. O e ma tilke, bie mini ke ja Musa. Aje që duket Zoti foli për shkopin, po pra për shkopin foli, se shiç bëhet. Tha edhe më qoftë se faraon të ka marrë ty me argumente të qarta nga Zoti i gjithësisë. Po. Pra ti thu burgun, unë vazhdoj me argumente. Tha mbiri atëherë më qoftë se je i sinqert. Thot Zoti i gjithësisë e hodhi shkopin dhe u bë gjarpër siç u trem atje. Për Zotin vllai im u bë gjarpër, e bllokoi pallatin mbretëror dhe i shkote faraonit dhe tjerëve afër fytyrës. Mas kësaj kohe faraoni është smur nga ana psikologjike dhe sa shifte Musën e kishte frikë shumë, gjithë jetën derisa ka vdek. Kishte për borxh me i vrasë gjithë, Musait asnjëherë nuk ka guxu me e vra. Pse se vriste? I kishte të gjitha në dorë. Sepse thotë shkopin që ka ky mbret mua. U fiksu, Allah Zoti e tmerroi. Hera parë nga i rehati shumë e madhe, mirë që e shkatroi nga ana psikologjike dhe argumente. Argumenti ishte shumë lart Musai me ignorant. A dëgjoni ju çfarë thot ky? Po ku do shkoj baba im, xhenë? Ky e mate këtu alla nivelit. Ne i themi njerëzve sot, vllai dashur, pse bëhesh armik i miliardë argumenteve? Pse bëhesh armik i 36.000 miliardave që ke qeliza në trup? Pse vlla? Si mi argumenton? Vet organizim? Si vet organizim? Vëllezërit e motrë që na dëgjojnë për vet rrog nuk kanë pa ndonjëherë vlla. Duhet punojnë një muaj me marr rrogën. S'ka vet rrog, jo vet organizimi 36.000 miliardë qelizave që ka njeriu në trup. Si vllai dashur, asnjëherë nuk na bëhet i gjë rastisht dhe zemra që kur mori butonin e parë që lëvizi, ne vazhdojmë të jetojmë dhe ka njerëz që jetojnë deri 70 vjeç dhe ajo rreth 3 miliardë herë dhe ti s'ke nevojë të vesh asnjëherë dorën këtu sa ajo punon në mënyrë eksakte, gjaku që qarkullon çdo gjë, yjet, planetet, detet, oqeanet, kodrat, malet, bota atomit makro e madhe, çdo gjë e mrekullueshme, shpërtimi i madh i Big Bangut. Ku po shkon vlla? Pse bëhesh armik i miliardë argumenteve? Në këtë nivel duhet ta marrin musliman bisedën. Po e ulën pastaj po ky, po ai, po kështu, atëherë ti bën nivelin atij që je duke dialogu. Shumë i rëndësishëm. Ky është mësimi më i madh i fillimit të historisë Musas. Faraoni me pushtet madh dhe i vogël mendim. Unë të burgos, jo më jep argumentet. Kur i tha të burgos, ka marrë me argumentet nga Zoti i gjithësisë dhe e hodhi shkopin dhe u bë gjarpër i madh. E tmerroi faraoni dhe të gjithë. E çai boni kur i pa të tremur të gjithë shkoi dhe e mori. Ajo që i tmerroi ato ky e mbante në dorë si shkop. E nxori dorë dhe vendosi këtu, e nxori si drita e diellit. Tha, këto janë argumentet e faraon që sunduesi i madh i gjithësisë mi ka dhënë mua për të argumentuar që ai është Zoti i vërtet. Mesazhi i madh. Sado but ta thotë Musa ai ishte shumë e fortë ke faraoni. Sa i tha inni rabbukum al-ala, unë jam Zoti juaj më i lartë. Dhe i doli gënjeshtra e madhe që ai jo Zot që si ishte, pa i gjarpër se përballoi dot. Këtu tani ç'a ndodh? Do thush ti foli faraoni? Masaj u trem shumë vlla. Kishte ca servil, ca hamanna që përmenen. Ca njerëz çuditshëm vlla që për rrok të majme, për sa pasuri, për t'i net afër faraonit, vriçin familjen e vet. Ato të mbarumit fare. Shohin këto se kishin menduar ndonjëherë.
shohin faraonin i struk hera parë në histori. Dhe këto futen vëlla. Futet njëri më servili, më i mbarumi, që as si hytëm sy qetë edhe tokë, apo vetëm lek, edhe në i femër që e lete faraoni aty në pallat mbretërore. Kupton? Po e njëjta histori vazhdo vëlla. S'ka gjë magnet që ja të req pasionin, ka përbosh me shit Zotin, me shit vatanin, me shit shqiptarin, me shit çdo kënd vetëm e vetëm për qëllime të vogla. Allah i mashtrum, Zoti na udhëzov gjithë, se s'po bëjmë sikur jemi pa gjinofe. Po themi atë që ndodhi, dhe u fut me leu thot Zoti në Kur'an. Paria e mori situatën. Faraoni kishte mbaru. Çfarë thotë movlla, nga aspekti i debatit ishte poshtë shumë, nga aspekti i argumenteve të kishte i shkop faraoni ta hidhte, çfarë ndodhte? Po të vetëm zhurmë kur të biten në plaka. Ha? Pra tani sfidim hera parë, po sfidim të keq shumë. Pa e prit, futeni tha Musaim, pa e ditë çfarë do i ndodhi vëlla. Futem Musaim i vjet, hajt, të kalojmë 5 minuta të qeshim me këtë. T'jap në urdhër sikur kush jam. Jo, si ishte ashtu vëlla. Ishte tronditja më e madhe që i ndodhi në jetën e vet. Futet paria. Thojnë, o i pari i madh. Sa i s'po folte më. Tha ne mendojmë që ky është magjistar i madh. Se në Egjipt në atë kohë nga hajka i shoqërisë, njerëzit më të nderuar, më të respektuar ishin magjistarët. Ishte shumë e përhapur. Magjia, në gjitha format e vet, mashtrues të mëdhenj. Magjistar është simboli i mashtrimit. Po ato ishin nivelit shumë të lartë, ishte shumë e zhvilluar. Ato që i thanë edhe që do vi fëmijë që do ta marrë pushtetin. Dhe e gjetën zgjidhjen. Vëlla s'kishte gjë, u duhet thotë la ilaha illallah faraoni, ose do dilte keq. Çfarë do thoshte më? Të fus në burg prapë? Po s'm fut pra dot se shkopi të fut ty në burg, jo ti të më futesh mua. S'kishte më forcë për ta përballuar, kishte frikë se mos po e hedh shkopin prap. Kupton çfarë ndodhi? Tronditje e madhe, mori situatën Musa si i parë aty s'folte dot njëri. Ç'a burgu? Ja ku janë argumentet e Zotit? Mos ta hudh prap? Ç'a ndodh? Mos po të han gjarpër tani? Mos po të helmon, mos po vdes? Hera parë që u trondit, edhe mendoi se po vdes. Si shkote mendja që mund diste në herë. Ato u bëshin dhe mumje, pastaj hanë se do ringjallemi në fundin e kohës, edhe për këtë do flasim. Dhe gjetën zgjidhje mashtruesit dhe servilet që kishte. Than, këto që kanë po magjistar të mëdhej, leje të ikin, e u bllokuaj, leje të vazhdojnë, edhe ja gjejmë në rrugën. Dhe të ballafaqojmë me magjistarët tonë, të shohim sa të fuqishëm që kanë këto. Si mendon ti Musa? Po tha dhe unë mendoj që takimi jon të jetë në ditën e Zinës. Zina ishte festa. Si me thonë ditën e Bajramit, vitin e ri, ku diun festë që mlidhen gjithë njerëzit, dalin gjithë njerëzit, janë në të njëjtin vend. Dhe e pranojnë gjithë. Edhe faraoni dhe ajo dhe Musa. Gjeti rastin me tregu madhështinë e Zotit, me tregu a ishte i dërguar i Zotit ky dhe magjistarët përballë, apo ishte magjistar më i fortë apo ato më të fortë. Dhe u la takimi, data fikse, dita kur populli ishte gjithë dhe ishte skenë popullore për ta pa në kryeqendrën e asaj bote të Egjiptit, kryeqytetin. Për të pa tani një person që kishte dialogu dhe mori famë shumë shpejt ke vjen Israelët, po edhe ke pjesa e popullisë së Egjiptit me krye pushtetarin e botës. Duel. Sa ndahen Allah vjen faraoni merr fuqinë. Me mendje vetë më shpëtun këto, tronditje e madhe vëlla psikologjike, jetësore, frikësore, si ta duash. Dhe direkt e urdhër me shkrim, gjeni në gjithë Egjiptin, qoftë dhe jashtë Egjiptit, magjistarët më të fuqishëm, më të mirë që kemi. Jeta ime s'ka kuptim po se mundem Musan. Jeta ime është e shkatrume, nuk ka si vlerë pushteti as i gjë, derisa këtë njeri ta shkatroj. Por që ta shkatroj, nuk ka më shkovrite, ideja është ta shkatroj argumentin me cilin erdhi ai. Dhe lejet Allah për të takuar në ditën e ballafaqimit të madh. Do thushti çfarë bën? Çdo qytet me dhjetra, me qindra magjistar. Merë edhe këtë se edhe ky është i aftë, merë edhe këtë se ky është i aftë. Po jo magjistar, se magjistar është shumë, më të përzgjedhurit, më të aftët, më të fuqishmit. Që realisht ai shumë ishin sa i magjistar nga ana tjetër ishte i falimentuar vëlla. Dhe ato u mblodha, imagjino kur janë dhe shumë. Ato kishin, por ato ishte fitoria e mbaruar vëlla i dashur. Magjitë e Egjiptit dhe sot e saj dite janë vazhdojnë. Kur shkojnë me zbulu mumjet edhe i gjen belaja ato që i kanë zbulu, sepse i kanë lënë me amanet në xhinve. Tani, ato e kishin sigurt, ato lujtën për gjë tjetër. Magjistarët ishin niveli më i lartë në atë kohë intelektual dhe që bëshin magji. Pra ishte si art. Zhalli kishin, Musën thanë, që shkuj Musa, qa ka bo këte? Les ka bo gjë, ma të vetën ato, se pan skenën. Kishin një hall tjetër,
Shqyr që na u dha rasti t'i kapim lek faraonit. Drejt e thot Kurani këtë. Shkoj dhe i mbledh ai të gjithë. Dhe i tregon, i thonë ato shanset janë me ne. Po ne ç'përfitoj? Drejt. Pazar. I thot, nuk i tha do t'ju jap lek. Aq fiksime kishte me mund Musan, sa tha minel muqarrabin do t'jeni, ju do të jeni njerëzit më të afërt mi. Si u shlojmë në pallat mbretëror ju maj. Postet mëdha ju jap, vetëm fitoni. Dhe i motivoi që ato të bëjshin maksimumin asaj që kishin mundësi. Vjen dita e festës la. Një gjigant atje tek pull, Haruni rritë mrapa, tek Allah, me i shkop në dorë, u e ma tilke, bie minike ja Musa, ç'është ajo në djathën tënde? O Zot, ky është shkop, o është shënësi ka po flet Zoti i gjithësisë, me këtë shkop e shkatroj botën, nuk do del kush, vetëm këtë ma, s'ke nevojë për gjë tjetër. As për bombë atomike, as për raketa, as mbaroj. Pse? Se Zoti i jep kujt do atë që do. Pra ja lehtësoj vetëm i shkop për të tregu fuqinë dhe pushtetin e të madhit Zot. Vlla, në njërën anë, Musa alayhis salam, po thuj se vetëm personazhi kryesor mendohet qindra mira magjistar në anën tjetër. E Musa, vlla, pejgamberi i madh shumë. 136 herë përmendet. La ilaha illallah. Në Kur'an përmendet 136 herë si askush tjetër nga pejgamberët. Pse? Se simbolizon Allah njeriun e drejt dhe që don lirinë e njerëzimit. Për çfarë i bonte të gjitha këto? Që Beni Israilët tu lironin nga robëria dhe ndoshta faraoni të udhëzonte në Islam. Këto ishin qëllimet. Qëllimi i parë ishte leri, se ja tha kur ishte takimi, po tha çfarë kërkon Musa? Leri Beni Israilët nxirrin nga robëria të vinë me mua për tokën e shenjtë. Për Beitul Maqdis. Tani vëlla, kur ishte kjo situatë, gjithë magjistarët këtu ky vetëm, o vëlla, u tremte syria dhe u nisë dhe i shkoi aty afër. Dhe thoshti për çfarë? Sa llogarista ai magjistara çfarë je? Filloi të i fol për Allahun. Wa ilakum, e thot surën Taha, wa ilakum la taftaru ala Allahi al-kadhiba. Mjerta për ju që po i mveshni Zotit tha gënjeshtra. Unë jam i dërguar i vërtetit i. Mosni në mëkate, largojeni magjisë. Ju keni dalë sot për të fituar disa gjëra të vogla të kësaj bote, kurse Zoti ju ufton ta fitoni këtë botë, po ta fitoni xhenetin e përjetshëm. S'folshin ato duke e dëgju. Unë sot tha po ju ftoj juve le këtë çështje tha se kjo çështje do e fitoj madhi Zot, po unë po ju ftoj juve në fenë e dashur islame. Po ju ftoj juve të bëni besimtar, t'i faleni Zotit, t'i bëni ruku, t'i bëni sejdë, Zotit gjithësisë, Zotit që na dërgoi pejgamber mua dhe Harunin. Drejtoni rrugën e drejtë. Mos u merrni me faraonin i cili ju përdor juve për interesat e veta. Nuk keni ju pse ta humbni jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër për faraonin, po ju duhet jeni të lidhur me Zotin që ju krijoi. Juve tha nuk është Zot faraoni se si ju ka krijuar ai, ju ka krijuar i madhi Zoti qofshim atij fal. Jo vetëm ju, po prindrit e juaj dhe gjithë njerëzit nga fillimi. Ktheuni, pendohuni tek ai, lejeni magjit. O vëlla, thirrje niveli të lartë besimit. Shfrytëzote çdo çast me i tregu njerëzve kush është Zoti. Dhe ato vëlla u ndikun brenda në shpirt, po ku të lëvizshin, faraoni ishte në majën duke pa ngjarjen. Ndoshta me vetë ka thonë ç'a bën ai aty. Edhe ja bën thirrjen. Dhe ato duke u tërheq Musa ishte interesant. I thonë, o Musa do ta fillosh ti magjin apo ne me edukat. Kështu është në Kur'an. Ti do të hedhësh au nahnu mulkun, apo të hedhim ne. Magjin ta paraqesim. Sa ashtu do ishte do paraqeshin magjit kush ishte më i fortë, sipas faraonit. Musa i thote, unë s'kam lidhje me magjin. Ato i thanë, do të hedhësh ti diçka, do bësh ti diçka në këtë shesh apo të bëjmë ne. Po ja thanë me edukat. Mendohet që në këtë edukat që kanë përdorur me Musain, Zoti po pa njerëz që janë me edukat, me pejgamberë dhe me njerëzit e mirë, ja hap zemrën për udhëzim. Subhanallahu. Tregohet vëlla që Ebu Lehebi që është i dënuar me Kur'an, që do jetë në xhenem, ditën e hënë që ka lind pejgamberi alayhis salam kur ja kanë dhënë lajmin ka bë kurban. Dhe pri atij kurbani thot ditën e hënë ja leçon Zoti dënimin. Subhanallahu. Po. Kthehet Musai. Kthehet në vendin e vet dhe i vjen Xhebrail Emini. Dhe i thot Musai, unë i urrej shumë ato që sot janë mbledh me më mund mua dhe për t'i humb njerëzit nga e vërteta.
Gjebraili i thot një fjali, mos u nxito Musa, se surprizat e Zotit janë të jashtëzakonshme. Dhe ikën Gjebrail e mini dhe mbetet Musa i vetëm. Fillun ato me magjin. Ato kishin emocion shumë se faraoni ishte aty, ushtria ishte aty, policia ishte aty, çdo gjë ishte në kontroll, populli plot, po pushteti absolut vëlla. Ushtria, policia gjithë aty, kishin dhe frikë edhe do ishin lekët edhe afërsinë që i kishte marrë faraoni. Shfaqja filloi. Thot Zoti i Gjithësisë i hodhën ato çfarë kishin nga magjia. Litarët, shkopinjt, edhe ato saharu ayunun nas. La ato të bëshin magji dhe syt shifshin atë që nuk ishte reale. Pra magjia, një pjesë e magjisë se ne do flasim, po jo në këtë temë, ndoshta podcastin tjetër, ne do flasim pak më thellë për magjinë, po jo këtu. Por magjia që po bëjshin këto ishte që njeriu shifte tjetër nga atë që po ndodhte në realitet. Dhe thot waja'u bi sihrin adhim, tha erdhën me një magji madhështore, dha shumë të fuqi. Ishin më taftit e magjisë në botë dhe nuk i kishin përzgjedhur gjithë, po më absolutët që kishin lidhje me të. Bon një magji vëlla se ishin dhe bashkuan forcat dhe bon një magji që edhe Musa ju tremb. Allah. Po, është në Kur'an sura Taha, fa awjasa fi nafsi khifatan Musa. Ndjeu Musa në brendësi se Zoti dinë edhe çka kemi brenda. Asnjë se pa, nuk e reagoi kështu, po në brendësinë e vet thot Zoti, Musai pati frikë. E ndjeu një emocion frike. O vëlla ishte shumë e madhe, si ishte mësuar Musai. Si hiku nga gjarpri kur i tha Zoti hidhe. Pra, ka për shembull, ti mund të jesh besimtar shumë i mirë, por nëse të vjen një luan, një kafsh, e ti e duke kalu, çfarë do bësh? Po do tremesh pra se është e natyrshme njerëzore. Prap njerëzore. Njerëzore vëlla. Dhe ndjeu thot në shpirtin e tij, në emocionin e tij, Musai frikë deri në këto detaje flet Kurani, shumë interesant. Fi nefsihi thot në veten e tij asnjë se ka ditë. Kështu neti serioz, po në brendsinë e tij e mori emocioni i frikës. Për të treguar se sa e vërtet ka qenë situata. Qulna la takhaf. I ka thënë Zoti, mos ki asnjë frikë Musa, siç i tha atje. Innaka antal a'la. Tani ky ishte një person vetëm. Magjia në kulmin e vet, Zoti i flet. La takhaf, mos ki asnjë frikë. Innaka antal a'la, ti je më i larti. Allahu. Hidha atë që ke kush? Çfarë është ajo në dorën e djathtë Musa? Aq nuk kishte nevojë valla, kur do Zoti më e bë me peshë jo. Hidha atë që ke në të djathtën tënde. Hidha atë që ke në të djathtën tënde. Talqaf ma san'u, inma san'u kayda sahir. Tha, hidha atë sepse do të shikosh se çfarë do ndodhi. Se gjithë atë që bën ato që ti u tremben pak është çështje që e ka bërë magjistari. Wala yuflihu sahiru haythata. Nga ato që të vinë magjistarat kurrë do kenë sukses. Ja Musa alayhis salam mësy vëllat gjithë popullit, faraoni aty, gjithë magjistarat aty e hedh shkopin. Dhe ajo një të boj madh siç u bonte dhe filloi t'i haj çfarë kishte në atë fushë mejdani që ato të shkretet me zore, me sforcim të madhe, me mashtrime të mëdha kishin bë atë që kishin bë, ai i zhduku fare dhe ngeli vetëm gjarpri i Musait i madh. O vëlla i zhduku fare. Edhe si objekte. O vëlla nuk kishte asgjë më përveç asaj të vërtetës Musait. Allah. Sa ajo ishte e vërteta, ishte mashtrim. Dhe vëlla nuk mund ta imagjinosh dot, po kur të shkoj Hollywoodi atje ku duhet dhe muslimanët fillojnë të kenë mend, këto do jenë filmat më të bukur që ka pas bota në gjithë historikun e vet. Musa alayhis salam mbasi kishte mbaruar çdo gjë, si kompetent i madh i pejgamberllëku dhe i devotshmërisë, shkon vëlla çdo gjë bosh e ka prap gjarpin shkop. Imagjino çfarë skene mund të ketë qenë. U pastru dhe sheshi. O vëlla u pastru çdo gjë dhe ky e mbante si shkop dhe njerëzit fliste asnjë u mekan faraoni i tmerruar, i turpruar, po ndodhi gjë bukur vëlla. Ndodhi gjë gjithë magjistarëve as Musa se priti. Ju kujtuan fjalët që i kishte thënë Musai. O njerëz, mos bëni gënjeshtra në emrin e Zotit vërtet. Lëreni Zotin e rrejshëm mashtrues. Ai nuk ju ka kriju juve ju ka kriju i madhi Zot. Ju nxorri mrekullisht nga barqet e nënave të juaja. Ju ka përsos, ju ka dhënë mend, ju ka dhënë vetdije, ju ka dhënë çdo të mirë. Kur dolet nga barqet e nënave të juaja keni ushqimin, pijen, çdo të mirë për i ti, nuk mbarojnë të mirat e Zotit. Për këtë më ka kriju, i thot në një rast tjetër, o dhe kirhum bi ayamillah për ben Israilët. Kujtoj atyre o Musa, kujtoja popullit tënd të mirat e mëdha që i kam dhënë. Nuk ka thirrës në Islam më të begat sa ai që i kujton njerëzve mirësitë që i ka dhënë Zoti njerëzimit. Këtë i kujtoi Musai, i tronditi vëlla, i futi në realitet. Dhe atyre kur pam shkopin e Musait që u bë gjarpër dhe hëngri çdo gjë. Dhe pastaj Musai shko dhe e merr, magjistarët nuk i mashtroi çdo vëlla.
Dhe ju kujtuan të gjitha gjërat, thirrjen e bukur që i kishte thonë, ju jeni për xhennet, për jetën e përjashme, ju jeni për këtë botë që po ju turpëron ky. Ju jeni për 2 lekë, ju jeni krijesa dinjitoze. Imagjino si mund të folte një që ka fol me Allahun vëlla. Po mundojmë me fol ne që s'kemi parë kur gjë. Jo më ai që foli me sundusin e universit vet. Dhe ato përveç kësaj, ju kujtojshin fjalët dhe ato s'kishte gjë me i mashtru, po t'ishte Musai, larg qoftë, magjistar. Ato nuk i pashtroje dot. Do u dukte sikur i kanë ngrënë, ato po s'kan ngrënë asgjë. Është çështje shkopi që po mashtron njerëzit dhe po i bën magji. Po ato e pan reale. Magjitë e tyre u zhdukën. Ajo që udhi Musa ishte e vërtet. Ato e pan që u bë gjarë e vërtet se ishin të fushës. Ato e dinin çfarë është magji dhe çfarë është realitet, çfarë është e gjallë reale dhe çfarë mashtrojnë ato. Ç'është magji, ç'është. La, mira magjistar. Mirë që faraoni asnjë s'fliset nga frika. U turpru, u nxe pa mas, po nuk priti këtë tjetrën, Allah. As Musa nuk e priti alayhis salam. O dha bon sejdë magjistar, u bon musliman. A di çka thon? Amanna bi rabbil alamin. Kemi besuar Zotin e gjithësisë. Rabbi Haruna wa Musa, Zotin e Harunit dhe të Musas. A çai tha Xhebraili? Mos u nxito o Musa, Zoti ka surprizat e veta. Allah. Se e kishte lajmëruar Zoti që këto do bëhen musliman. Dha s'kishte gjë me ngret nga sejdja. Tu e madhëru Zotin e tu e lavdru në sejdë. Sa kanë thonë dietarët e Islamit, e të na dëgjojnë vëllezërit e motrat e nderuara, kanë thonë ran magjistarët në sejdë dhe e fituan xhenetin. Inshallah dhe ne që falemi 5 herë në ditë dhe i bëjmë sejdë Zotit, edhe ne do të na mëshirojë ai. Allah. Nuk u ngreshin nga sejdja. E ka prish gjithë harmoninë zullumqari më i madh. Është ngritur vëlla atje ku ishte, si më thonë në vendin më të lartë, dhe ka thonë, a kjo është një intrig që ju e bët së bashku. Innehu lekebirukum alladhi allamakum as-sihr. Qeti, e ke parasysh vëlla kur është e vërteta dhe ti do më gjeti mashtrim për të plotësuar ato tujat. Pse Allah? Boni gabim të madh. Do të vishte aty me pejgamberin e Zotit me magjistarët, bëj sejdë edhe ti. E humbi veten Allah. Gjeti precedentin të mashtru. Tha, ky që ju po i binin sejdë se ju thot, ky është i pari ju që ja mësoi juve magjin pa lidhje vëlla. Do të më gjet vetëm gjos aty vriste. Ora gjeti gjot të turpshme, ato su njihshin fare. Musa kishte jetuar 30 vjet aty, s'kishte lidhje me magjin. Tha, ju e keni bë me fjalë. Ky është i pari ju që ja mësoi juve magjin dhe ju e keni bë me fjalë që të më turproni mua. Dhe ato u ngretën nga sejdët, ky bërtiste nga atje dhe thotë do t'ju vras, do t'ju lidh në pemë e do t'ju prej duart edhe këmbët në të ndryshmet e tyre. Ato a di çfarë përgjigje i kanë dhënë. Boje atë që ke për të bo, atë që të kalon dorë Zoti për ne s'ka më problem. Mjafton që ne ram në sejdë dhe u bëm musliman dhe mjafton që Zoti do na falë mëkatet tona e do të fitojmë xhenetin. Sa shpejt vëlla se ishin të mençur dhe pani argument shumë të madh. Çfarë fjalësh, po ti shohësh fjalët e Kuranit të magjistarëve ti çuditesh se si aq shpejt e kapën situatën. Bën çfarë do të bësh në jetën e kësaj bote, se kjo të shlon si sprov. Neve mjafton të na falë Zoti gjinave se kemi bërë shumë gjinafe. Dhe e falenderojmë atë që neve u bë sebeb Musai dhe Harunit bëhemi musliman. Ne mjafton të fitojmë xhenetin. Dhe vëllai ka vra dhe për kaq kanë fituar xhenetin. Prandaj thonë dietarët e Islamit, ato mbon vetëm një sejdë, Zoti i dha xhenetin. Po ne që falemi gjithmonë, edhe bëjmë shumë sejdë, edhe ne do të na kaplojmë mëshira Allahut mëndosëm. Dhe elhamdulillah Allah ju dhaj shans gjithë se ishin e Beni Israilët aty. Ju dhaj shans Beni Israilëve dhe egjiptianëve, po edhe faraonit e kujtdo, po edhe ne sot vëlla të dëgjojmë këto perla që i madhi Zot na i solli neve në librin e shenjtë Kuranit, që një nga qëllimet e tij ishte ti pastronte pejgamberët nga budallëqet që ishin thonë më përpara dhe ishin shpif nga njerëzit për të treguar devotshmërinë e tyre, pastërtinë e tyre, kthimin e tyre ke Zoti dhe kërkimin e tyre të faljes dhe të mëshirës pa kufishme tek sunduesi i madh i gjithësisë. Nuk e di sa minuta na shkoi vëlla, po Zoti na pas pranë. Ne kemi filluar me 20, kjo është 55 minuta. Dhe po ndaj me gjithë. Shku 55 minuta. 55 minuta. Po ndaj me dëgjuesin një sekret.
Shumë shkoj. I thash Visit, do i hyn këtu deri ke deti do dalim me Visi tha nëse arrin tha me minuta deri ke magjistaret do jetë sukses. Po ka shumë kohë deri ke deti vëlla. Dhe me thon drejtën, më thon neve me zor arritëm deri ke magjistaret. Gjatë kohës që po flisje për Shkopin, majta pak. Sa don sabau, më fal. Apo ka i çik. Sa? 20 minuta apo sabau? Po do ta mbyllim. Momenti që po flisje për Shkopin, dala ke detaj, tha ç'është ajo Musa, tha në krahun ton. Shkop sa me këtë premdelet, tha, me këtë shkungjethet. Ç'a bëri Zoti po me të njëjtin Shkop, por shumë ironika, me këtë Shkop mundi faraonin hapi detin. Çdo gjë pra ktheu botën mbrapsht. Ç'a bondi Musa më atë po, tani je me Zotin ton, me këtë ktheje botën mbrapsht. Domthon kaq që ka këtë botë vëlla. Po i lë njerëzin sprov, e i lë afatin e caktuar edhe i shet ç'a veprimesh bëjnë. Jo, dhe për këtë do gjykohemi. Po mendoj pse e pyeti për t'i dhënë me kuptuar që ky Shkop në dynja ka këtë detyrë, po unë e bëj që të ketë të tjera. Ndroj botën, ndroj botën. Se po ta shohësh tu, ora pse e pyeti për këtë Shkopin? Po, pamje të parë thotë gjithë Zoti gjithësisë. Jo, për Zoti gjithësisë tu pyet ç'a botë me këtë Shkopin. Mrapa ky Shkopi kur e kupton mrapa se këtë po mbaj shërnim, kur e kupton me këtë Shkop mund faraonin, bind magjistarët, hap detin e shumë tjera. Se po mos ta pyeste, ne do mendojmë gjona i Shkop që ka ardhur nga xheneti. Jo më është Shkop që ai e mbante veten kur se ishte toka jo asfaltuar. Kaq më vllai, kaq. Kaq as i gjomësh. Allahu Akbar. Pyet një. Po jo vlla kjo do na lej deri për i le. Po pyetje siç i bëjnë vëllezërit e motrat me vlerë edhe me peshë. Thot cili është ekuilibri i sakt, pyetje e mirë vlla. I ekuilibri i sakt midis tauhidit dhe ihsanit. Kjo është temë vete vlla. Kujtohet me Xhebrailin që e pyeti çfarë është ihsani? Ta adhurosh Zotin sikur e shikon. Qofse ti nuk e shikon atë ai të shikon ty. Tauhidi është fillimi. Ihsani është fundi. Subhanallah. Tauhidi të bën besimtar dhe të njohësh Zotin. Kurse ihsani është adhurimi që ty të bën që të arritësh pastaj kulmin e atij tauhidi që ke mësuar. Tauhidi është njësimi i Zotit. Subhanallah. Subhanallah. O Zoti i Madh, është Amin, amin. Elhamdulillah. Mashallah. Themi gjalla. Gjëja më e bukur që kam dëgjuar sot ishte që Hollywoodi kur ndryshoi do bëjnë vetëm këto filma dhe do ngelin historinë botërore për Zotin. Po. Jo sa të vëmend që jam Zoti jashtë përblet me xhenet inshallah. Mashallah, mashallah. Subhanallah. Një tjetër thot mashallah, si duket i shkruajnë në Instagram më të fuqishëm mesazhe se Facebook bëj shaka. Jo. Bëj shaka. Po jo në Facebook është mosha çik më e madhe, është moshë. Ja, s'ka lidhje se i sojan me moshë se ne i ndjekim ato po. Po duam ne të ngacmojmë ty vëlla. Allahu na mundsoft të jemi edhe 11 muaj të tjerë me këtë iman dhe besim. Allahu ju shpërblet për këtë motiv dhe për këtë podcast kaq frymëzues. Amin. Zoti nuk ka emër thot lutje 2021, por lutje jemi edhe në 2026 inshallah, Zoti të begatoft. Zoti thot mirësadja në këtë botë me të mira pa fund në këtë botë dhe në ahiret. Selam nga Italia. Amin. Zoti ju ruaj. Unë i kam komendet, po kënaqem shumë sot kur ju dëgjojmë, edhe mërzitem në të njëjtën kohë se do të ikë agjerimi dhe s'do dëgjojmë në syfyr këto gjëra kaq të bukura. Kam dhe në fakt kam edhe një kështu shpesh kërkesa që da jetë tot kjo mas Ramazanit, kështu që çu duke pa mbas mund të jetë një herë një javë. Nga Franca thot, hoxhë nderuar pa juve s'kish pas. Se çfarë Allah nuk e ka komentuar më. S'kish pas bukuri agjerimin e Ramazanit. Një vllati e komenton si dush, po them. Po tash s'kish pas çfarë. Miku i librit thot, a do ta vazhdosh podcastin? Po. Kismet Zotit. Një tjetër thot, vlla sot pas ka vetëm komente perla. Gjithmonë ka pas, po a mund ta përktheni ligjëratën e podcastit në gjuhë italisht, anglisht dhe me tituj se kemi miq që i dërgojmë argumentet e Allahut se ndoshta udhëzohet dikush. Ma valla? Edhe kjo është. Këtë mund ta shohë stafi. Mund të thosë. Neve deri këtu jemi. Ne s'dim mirë me përdor këto gjonat që keni në përdor, jo më të fillojmë të bëjmë këto. U mësuan sot me ty çdo mëngjes e Zotit bekoft. Amin, po
Me bone këte gjithë vitin vlla I bje me vdek, se është shumë e vështirë. Shumë të bukur thot kuptimi Syfyrit, faleminderit për gjitha shpjegimet e bukura, Zoti ju falte dhe ju begatov dhe juve. Në çfarë ore falet namazi në xhaminë e Namazjas thot? Kur e kanë 2:20? 2:15. 2:15 minuta. 2:15 minuta, përgatitu mirë. Po, sepse me thon drejtën, brenda xhami duhet shkosh sa përpara? 1 orë. Po deshet ti jesh brenda në xhami duhet shkosh 1 orë përpara. Nëse don të rish shumë jashtë, kështu që djali sot ka net që ka shkuar çik më ka shkuar. S'po them emër, jo se di që është si këtë Firdeusi. Jo, ka shkuar çik në kohën që po fillonte namazi dhe më tha që kishte njerëz jashtë xhamisë. Po ka pas njerëz deri në fund dhe ka pas unë kam shku domethënë gjysmë orë përpara dhe kam kap te pjesa e burrit kam qenë në fund fare. Nuk e kam arrit dot. Mashallah, Zoti ja shpërbleft, inshallah. Le edhe diku ishte më e bukur kur dolëm jashtë trafik, po trafik në 3:40. Kishte edhe mashallah shiqur Zoti. Imagjino me 27 do jetë edhe inshallah Zoti na bëv besimtar që besojmë bëjmë vepra të mira. Sa mbeti pak tani, ha? Sa fiks? 15 minuta. Shive pak lutem. Sa minuta? 23. Po ne pas kemi për të fol deri ke deti vlla, vazhdojmë. Jo. Se ti je vlla deri si the. Ishim Lezer Modra ishim duke fol para se me fillu. Tha sot besoj vlla jemi deri ke deti. Me shku deri ke deti që është nda duhet në 3 podcaste. Ja se zota më. Kisha llafi për këtë detin. Jo, më rregull. Kisha llafi për këtë detin spilla më. Po, mashallah. Për orë me shku. A Zoti ja shpërbleft, ka shumë komente vëlla që na urojnë vëllezërit e motrat për mirësi. Zoti I begatoft, I nderoft. Më le të them vetëm diçka. Urdhro. Zoti shpërbleft sepse ke bërë disa ndarje me momentin e nivelit. Dhe di çam ka pëlqyer sot nga gjithë podcasti përveç historisë. Më ka pëlqyer që neve shpeshherë humbim kohë me detaje shumë të parëndësishme në Islamin kur njerëzit na provokojnë. Sa vjeç ishte kjo, po pse kjo me 2, pse me 4, pse me 7, pse me 15 dhe neve merrem me të rëndomta që janë. Dhe niveli sot I bisedës mes Musait edhe Faraonit ishte tipike që ti ke dhënë domethënë ato shpjegimet që ore mos u merrni me të kotën, merreni me Zotin e universit, me atë gjë. Dhe sa herë tentoi Musait, Faraonit ta fuste në detajet kota Musait, që gjithmonë dhe majti nivelin lart. Ose ditë që o mashtrus, nuk mund të vite në atë nivel. As bëhet fjalë. Drejt këti, mos t'i hym detit në këmbë me këtë po e lejmë për nesër. Okej. Nesër do lejmë inshallah, po jemi mirë herë para me lejen e Zotit. Inshallah. Kush ishte thelbi I asaj që u përplas Musai? Thot dikush, vazhdoj historinë, po ne sabahun mos ta fal. Jo, të falim në sabahun, Zoti ju shpërbleft inshallah. Nesër do e fillojmë me magjin. Po. Pra, ajo që përdorën magjistarët kohën e Musait ishte një lloj magjisë. Dhe ne do themi 2-3 gjëra kryesore. Pastaj do vazhdojmë e inshallah do shkojmë për ke deti. Me që u bë kështu si. Ore, nuk e di çka ke bë me njerëzit vllajtëm, po thot njëri thot ke dhe 23 minuta kohë, thot po valla, inshallah. Zoti, ku ka gjë më të mirë se sa po asja e pranoi Islamin, do e shpjegojmë nesër inshallah. Dash Zoti. Po e kishe edhe unë këtu domethënë. Nga sa jeni thot live nesër, në çfarë ore do ta vendosim nesër? Kur është EZ? Kur është Syfyri? EZ që sa të më kenë mbaruar njerëzit. A mos ka lezet kjo realia podcastit flet me njërin fotaj tjetër nga ora 4:20. Po jo, ta udhë me vot. Ta udhë me vot, mashallah. Ai Zoti ju ruaj. Mirë, po jemi dua shkurtër dhe mbyllim. Dash Zoti. Okay. Ka mesazh? Jo, s'ka gjë. Ka shumë mesazhe, Zoti inshallah. Qesha mi koment për magjin. Jo, s'ka gjë. Zoti begatofti inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamut taslim ala nabiyina Muhammed. Falënderimet I takojnë sundusit madh të universit. Përshëndetjen mbi pejgamberin ton dashur dhe mbi gjithë njerëzit e ndershëm dhe të mirë që kanë besuar dhe do të dalin përpara Zotit në ditën e gjykimit. I madhi Zot po kalojnë këtë net të fundit Ramazanit me shpejtësi.
Ndoshta nuk ja kemi dhënë hakun ashtu siç duhet, por gjithmonë shpresojmë ke falja dhe mëshira jote e pakufishme. Do të themi atë që tha Ademi a.s. O Zot, nëse nuk na falë, nuk na mëshiron, ne do të jemi për njerëzve të humbur. Kërkojmë faljen, mëshirën, begatitë tua, mirësitë tua të pakufishme. Qartë na e tregove në Kur'anin famlar që furnizon pa mas ato që dëshiron. Të lutemi me shpirt në këtë Ramazan të begat, edhe në këto çaste që ka hyrë koha e agjërimit, na furnizo i madhi Zot pa mas në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Sundus i madh i gjithësisë na furnizo pa mas në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Fali, mëshiroj, begatoj dhe lartësoj baballarët edhe nënat tona, në veçanti ato që kanë ndru jetë, ndriçoja shpirtin i madh i Zot atje ku e kanë. Fali, begatoj, arsimoj, bëjt moralshëm të rinë dhe trejat tona. O Zot, lutemi për fëmijët tanë, boj ato të devotshëm, boj dietar, shkencëtar dhe hafiz Kuranit famlart. Ruaj fëmijët tanë i madh i Zot nga çdo e keqe dhe nga çdo sfidë që i pret. I madhnueshmi Allah na mundsot vdesim si musliman me fjalën la ilaha illallah. O Zot, kur t'japim shpirt, i kënaq me ne dhe dërgoje shpirtin ton në xhennetet e Firdausit. O Zot, na bashko me pejgamberët në ditën e gjykimit dhe na jep librin nga e djathta, peshorën të mbushur me vepra të mira dhe ta kalojmë sa më shpejt urën e Siratit. O Zot, na bën nga banorët e xhennetit, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Qofse jemi nga banorët e xhennetit, na mundëso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, më i larti, më i miri, të qofshim fal. O Zot, na jep mirat e kësaj bote, mirat e botës tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal ne, familjet tona dhe të gjithë besimtarët ditën kur do t'japim llogari përpara teje. Amin, amin, amin. Zoti shpërblet të gjithëve. Ky ishte edhe podcasti për sot. Shifemi inshallah podcastin tjetër. Zoti ju ruaj. Selam aleikum, agjerin të lehtë të pranuar.